Hajde kthejna mbi tavolina, qojna në tavolina, nuk po shesim tavolina, se na ka ardhë kriza. Se na ka ardhë ajo. Kthejnë mbi tavolina, bëjnë tavolina, nuk po shitën tavolina. Nuk po kthejnë tavolina, se na ka ardhë ima, oke. Mi mbrëma përshëndetim se vini sot që thuk tu në agon? Channel. Qa quni, stiku kjo alergjia të, Pse nuk thret njerë ti? Pse nuk thret njerë Lordes? Pse thritë njerë, se kujti? Dhe unë i urrej po lejnat. Që të mos avakatri se natë e premdesh, kupton? Edhe duan t'i njerëz dhe përne shkuma parti se ka ardhë koha për t'u larë. Ti e ma. E mbaj. Brava. Të gjithë e mbaj. E ma men të gena gjia. Mirë që e mbajmë, po në zgjedhjet e tjera do t'a mbajmë 2 fish. Bravo. 2 fish. Ishte qershor, po, 23 qershorja si sot më kujtohet. Ajo ditë. Më ushtojnë veshët. Ajo ditë. Para kësaj ditës votimit u bën një në hartën e Shqipërisë ngjyra blu ngelen vetëm lumen dhe liçenet. PD-ja shkojnë 12 bashki. Fitore dhe doli PD dhe super fitore. Ne se mos bëj politikën e emisionit tim tash. Hajde leri llafe ti, hajde ti, shoqet përpara. Digje pak me vëmendje, po të thesh një. Fushat. Premtime ja. Mu këtu në prind të veshit i kam. Do ajo me këtë gishme i tjetër, po ja, mu këtu i kam. E kemi ngritur këshillin më ditë shënuar. Është ditë e bukur qesha ja. Tu me gjare, ko kaki lavën, mandi nishtu lanëne, me le pambare. Tu me gjare, ko kaki lavën, mandi nishtu lanëne, me le kankereve. Ja, sa njës mosi, zjarra! Dhe pa rëndësi nëse përballë kandidati është burri mirë apo është grua e mirë, se dhe këtë burri mirë unë nuk e kuptoj shumë. Se ka një shprehje që thotë burri mirë, po unë nuk kam në i grutja e për motër. Në këtë ditë shënuar, Këshilli Përkohshëm Nacional i Çlirimtar ka menduar që edhe fshati juaj, me tradita lufte dhe trimërie, të zgjedhë Këshillin e vetë Nacional Çlirimtar, që do bashkoj popullin në luftë kundër armikut. Që është ky këshill? Pushteti i popullit. Do zgjedhim edhe kryetarin e fshatit. Po ne e kemi një kryetar. Necip Efendin. E para punës ai nuk është zgjedhur. Shifini gjestet e tupit, po thanë, ne, për ju, këto e keni. Bravo. Edhe pasi disa nga ato kandidatura fituan, dolen e thanë, qërë duhet bëjmë tash? O, bëfshin lëmshu. Përse më ne të të themi ju pra? Qa të tjerë do në thanë, tash ish fitova unë? Po i them shtetit mbi leqë të mbaj premtimet. Të përkëshu që e ka më. Nese, më ushtojnë veshët, më ushtojnë më dhem kaptina, po një gjë interesante. Pas fushate. After fushate. After shave. Se ti nuk e ma me shkum besoj, apo ja? Ja. Thot njoftim për media. Bashkia e Tiranës. Luli. Luli! Eme Luli! Po, Luli se ka dëgju njëri para 2 vjetë dhe kuj... Luli! Data 26 qershor. Sot lidu. Kësa ty Lula, bravo, hallat dhe jetë. Me mbylljen e fushatës elektorale... Luli, fletë që Luli, Po, Bashkia e Tiranës u kërkon të gjitha subjekteve politike të heqin brenda 24 orëve. Më të hëngja o putë të tjo. I sekund. Vazhdo. Brenda 24 orëve posterat, banderolat dhe flamujt nga ambientet publike të Tiranës. Në të kundërt, zjarri që ju ndisni, do të djek vatrat tuaja dhe atërë do të qërrojnë e sapet mirë. Një pyetje ka. Më falë, e nga të roba, në të kundërt, vetëm një mëndje... Se ke lind në epokën e kapuar. Jo, kam qenë dhe në të epokë, mërë, ke qenë mua. Në 67-ën ti do ishe një super sigurim. Në 67-ën Në 67-ën kam qenë AGVB-un, rrasë sa njerëzit brënda. E po je i vogël ti, prandaj rria që ti. I pështirë. Në të kundërt, subjektet politike dhe kandidatët do gjobiten. Jam si mbledhje byroje. Do të gjobiten. Stop, Gena më trego pak, ashtë iPad-i eksiston, se më duke sigur jam në atë kohë. Jam tani. Jam të pickoj unë, jetë të shi, po. Pra, në të kundërt, subjektet politike dhe kandidatët të klasës punëtore, të projetajatit do të gjobitën. Shkresa shisa reshta ka. Ka qenë rekorde që ka fillu me ledzu. Si që parashikon ligji. Më falë, një pyetje ka. Sheshi Skënderbej, Tiran, Albania, telefon
0355 42 28 322 www.tirana.gov.al, email zyra.shtypit@tirana.gov.al. Ma le të lutem edhe kompaninë që shet letrat format A4? Ska, nuk e shemja. Një pyetje kam. Më thuaj. Lilu, kur e lexoi këtë gjë, e dëgjon veten ai kur flet, sa duke qenë se është kryetari i njërit për subjekte. Lilu e ka formuluar emër. S'po më kupton. Më thuj. Duke qenë se është kryetari i njërit për këtyre subjekteve dhe ky subjekt nuk i ka heq. Po sterat. E thuti. I bi që Lilu kur flet nuk dëgjon vetëm vetë. Ja, një sekond. Se ja këto janë llafe që përhapni ju. Ju socialistët. E kam për nder. E kam për nder këtë socialist. Se votoj kur, por e kam për nder. Njoftim, më thënë, mori fun kjo punë, ma. Qitëm Genën për Tiranë. Sa e madhe që qënë, ka tha. Gena? Tirana. Tirana. Në Tirana. Se me Gena për e parë shef Gena Tirana. Et Gena, tak flamujt pëdës. Et Gena, tak pësës. Tak pësës, tak pëdës. PD, PS. Ja. Tek tuk dhe një LSI. Ja. Çeke. PD, PS, LSI, PD, PS. LSI. Ore ti. E rëndësishme është që pasi njoftimi për media, se ka shu njëri me nerte fare, me për fare. Jo, LSI e ka vuaj shumë sa s'po gjeton reklamën në Coca-Colës. Nije pak, Genën në për Tiranë. Edhe pse fushava elektorale për zgjedhjet lokale ka përfunduar prej më shumë se një muaj, flamuj dhe banderola të subjekteve partijake vazhdojnë akoma të jenë të ekspozuara në ambientet publike në kryeqytet, edhe pse në bazë të ligjit ata duhet të hiqen menjëherë. Me 26 shëshor, Bashkia e Tiranës solli një deklaratë zyrtare ku njoftonte subjektet politike që brenda 24 orëve të largohen banderolat dhe flamujt partijak. Por, me sa duket, subjektet politike as që e kanë vënë ujë në zjarr për largimin e tyre. Mo leri se mbledhin plurin. Po leri se mbledhin të bëhet si karton flamur. Edhe 2 vjet kemi zgjedhje të përgjithshme tash do ikni kot. Do zoti nuk zbardhen nga boja nga dielli. Materiali mirë nuk e. Po mirë tash delim nga ajo logjika jote, se ti maskaraje po ta mbështes. Unë në lagjen time kam akoma tërti avokatit, si e ka ky? Gjelës, akoma me fushatën e Gjelës. Ti je maskara. Po unë po ta mbështes. Mendimin? Çka? Maskareve jam mbështet gjithmonë ti, po ha. Që atë që the ti që mund të mos ta merrni parasysh, po pse Luli? Partisë vetë që ka heqë akoma. Po të thash pa nuk e dëgjon vetë në vetë kur flet, këtë po të them. Flet. Ose nuk bën do 2 procese njëkohësisht. O duhet flasi dhe nuk dëgjon vetë në vetë, ose duhet dëgjoj vetë në vetë dhe mos flasi. Tashi mirë, po si thaj, me nder jush tash shumë e trash kjo letra, kupton e mori e bëri kështu. Si bëhet me këtë? Ka bërë një njoftim për media. Bashkia e Tiranës thot brenda 24 orëve të largohen postera, banderola dhe flamuj në ambientet publike të Tiranës. Ambientet publike të Tiranës dhe gjithë Tirana. Në të kundërtë do të qirrohen mirë sape. Data 26 qershor është dalë kjo. Po, sot jemi
Pardone mua, sot jemi... 16 korrik. 16 korrik. Po jam marr vlla, shkresë ka bërë Erion Velia i këtë, po qa lulim thuti mu. 16 korrik. Po jam marr vlla 26 qershor, a janë bosi 23. Po, jo, po. Ka fitu... Erioni hyn shtator në punë. Në fund korrikut. A ka fitu zjet? Është Erioni, është dora Erionit. A dora Erionit, e? Dora Erion Velia i Që ta ke filluar Erioni kështu? Kryetari i ri i bashkisë. Erioni do e filloi ashtu adapçe. Vetëm 2 vjet ikni nga Tirana kur theni s'do e njihni më Tiranën. Ju betoj. Ma e men. Do ta gjeni Skënderbeun këtegu. Vum. Ma e men. O, falë të shtypa një aplikacion. Apo jo merdi mesazh. Aha. Më thotë Ardi montazhieri, 17 korrik. Po ti du plaçin syt, po e kam celulare me datë, se po ma shkruan mesazh në mu. Sa është data? Më ktheu, më çej mesazh për herë. 17 korrik më çej mesazhin, e kupton? Po na ndjekin, mo na shohin. Ashtu, ë? Na spionojnë ata, na ndjekin këta, kështu shkon kjo punë. Bukur, kalem një moment tjetër shumë interesant. E lem këtë. Do të heqin vetë natyra, kupton? Lagështira, myku, etj i qend. Si s'të kam pyetur, e ke bë çunin suneti? Po. Doglin. Cil çun po prit. Doglin pra thash. Doglin e ke bë Se sunet. unë i them çun edhe. E ke bë sunet? Po. Bravo, mirë. Të gjithë çunat i kam po. Okej. Edhe unë çunin e bona sunet. Në fakt, vet ti. ë? Ti se ja bën të tjerëve atë që s'ta bën njëri ty, vet ti. Se pata atë fat. Kohë time ishte shfaqje u. Sepse ishe komunist. Yes! E përkra komunizmin e do t'i shkoj deri në fund kësaj bindje. Pas ka se pas synet ligje, pa dashnore kështu, po në fund do t'i shkoj. Ashtu bravo. Mi po sot demokracia ka ofruar gjëra interesante. Erdhën gëshër nga Kina, u shtu hap tregu. Shkon ti më shumë i qethesh. Po. E ke çik gjatë balugen. Të ul berberi brek. Çando. E ke gjatë çik balugen ti. Ta bën berberi kështu. Hop. Bravo. Tetri. Të bën vetëm një me shnet. Ja, shikoj pak të foto, si po shikoni. Sa bukur. Berber, i fshiva emrin dhe numër telefonit se s'dua për privacy. Jo, për reklam se. Bëjmë synet ligje, ashtu. Po me ato vegla që ka vuat në piktura, po... Se është krerë, po shumë, mund të bëjë synet me krerë. Pa e ta krefje në fillim, po të Berberi të qef, para se ta bëjmë shët i hap pantalonet. Ufa, zërdelin, a quna thono syne... Më falë, një pyetje kam se unë kur bëra djalin atyre qovan sallë operacioni, me infermiere, ashtu e kemi bërë të gjithë djalin. Ky te karrikja Berberit me këto flokët e tjerëve vërdall e bën apo? Ku ti ju tash? Jo, për higjienën po them më tepër. Po jo, tepër. po mirë, po... Ka këtu kontrole sanitare, shëndetësore që i shohin në tabelën. Minimumi t'ja shikojnë i ka zënë gërshëra ndryshka, jo. Normalisht, kupton se ai mund dalë me tabelën, e ikim apandestitin. Or djalo, keti një leje për këtë puna, një shkolla si, ti që bën synet ligje, ke kush të lejon ti në ambiente shtëpie, a ke alkola, s'ke joda, ku të rejnë të shkruaj aty berber, lëm gram e barë, nuk kam asnjë problemi. Jo, fare. Mirë ai që gjoh gru për gjithë atje pastaj. Jo. Qa gru për të rrujtë. Bravo. Te rru grun a i, ta rru gjithë notën gru, në bukur. Ka që kisha u përsonte, nuk e di nëse ishit qartë, apo jo? Gjithsesi, në qofë se jeni kurios t'i fus një qef me dhe një kref, ka i Berberi, na shkruni numri do se ju japim adresën e saktë. Ore, se s'ju pyta ju kalamojt, normalisht, pa bukur, se nuk është për përkaci, për shumë për fejë muslimone, është mirë. Është mirë. Është shëndetshme. Është mirë, shëndetshme është. Ja, ky që s'është bo, kote në ku. Natën e mirë për shëndetje. Natën e mirë, dashurisht. Sinemi të hënën. Kalofshi një fundjavë bukur, triti. Këthras. Qamete. Berberët. Berberët. Dhe synet liqet. Hajde.